mbeti femën apo jo? Hajde të mësoj unë. Ti ke aq neveri se di unë ma shumë se ty, që ti s'vjene mërë këshilla. Po kjo problemi jo ti e jemi. Nga ty, po për me, po kuj. Ndërhyri nga ty, nga asni kumrena. O këshilla për jetën tane apo dal, për si përqeti femën. Për jetën nga një njeri që është i dështuar nga jeta, dhe që vjen këtu, degenerohet vetëm për fitu. Ti degenerohet për të vjetu këtu mrena. Jo, po ta tregoj si përqeti femën. Vjen këtu, justifikon veten, unë ka marrë rol këtu vetëm për të fituar, për të përmirësuar jetën time, del bë viktimën nëpër kamera, nxjerr valigjet ke dera. Tu bë viktimën, aman kini më shirë mos të zirja. Po, nesër të i bëj valigjet. Nesër 4 valigjet dhe jena të vërtat. Këtë rol këti për. O vla, ti e viktim. Gjithë floja është për të marrë vota. Me teq votat e tuja me i putë unë. Qa do? Mu më zirë nominime këtë dush. Sa e dush, po ata dha shansin e serve. Mu më zirë veç publiku. Ata dha shansin. Jo ti. Pse serve? Vetëm publiku më zirë. Po pse nuk erdhe kur ta dash? Unë bëj qa duun. Ja do bëj prap. Do bëj prap. Si du. Më zirë do t'jashtë. A do? Vetë do të nominim si çdo ditë. Shpërthim Lumi nuk e besoj. Ti s'vend do të lider javën tjetër. A do lider? O dështak. A do më bati lider? Kjo të përgjigje. O të thash ty s'konsideroj fare. Sepse e di se do më bishtimu tanin. Nuk bëj asnjëherë unë atë që do ti, unë bëj atë që duan. Do bësh ndryshimi. Jem këtu me fusha dhe me servila ti, po me mustesën. Do bësh lider. Me mustesën. Edhe diskutimet që do bësh diskutimet që duan. Jo që do ti, se isha unë këtu, edhe më erdhi më ule këtu. Më ule këtu për muhabet. Ti do bësh lider. Më ule këtu për muhabet. Kujdes se doin me dhën malin për lider javën tjetër. Kujdes. Po bani çfarë donim, plasim. Ti do jesh lider javën tjetër. Jo shpërthim Lumi. Po bën furçën. Se shpërthim Lumi ja kundra Brikens. Po bën furçën në mënyrë direkte. Këtë di unë shumë mirë. Ke qef medalje Rafia. Me bamu lider, me thënë bëna atë lider. Gjithmonë. Moni, o shqiptar, moni, o buda. Votat e tjera ja japin shokët e vet. Pozitivisht, o njëran, rriu. Kemi nevojën e përmbrojtjes. Mojni intuitën dashur shqiptar. Pse? Se kur ka ardhur gazetari Shpërthim Lumi, do me thënë Shëndriti, ka thënë që unë kam bif me Brikenin. Dhe ka dash për me ngjyros historinë këtu me këtë, duke majtë këtë Mateon anë të saj, duke shku mirë me Brikenin, duke i nejtë afer, sepse i pëlqen vibe i saj, por Shpërthim Lumi ka artu për Gimbon, jo për Brikenin. Dhe unë e kam identifiku si një tralltar i Brikens. Pik. Dhe ky s'bëhet lider javën që vjen, po unë jam për Mateo. Nëse kemi as ushtar, as serbi, është banor si gjithë. Mos u përgjigji. Na pëlqemi. Për deklaratën tëme mos u përgjigj. Pa besie, cilin zero. Ja, ai do t'rregoj pa besisht. E di unë. Madja e qëndrim, që i tha, tani, shite shtrejt, vajzës që ti pëlqen, e madja e qëndrimin e plera. O pler, Shpërthim Lumi, e madja e qëndrimin, publikisht, po jeni plera të treju. Edhe një që ishte 4, po aja të prit embargon, të prit valigjet e shkreta. E di ku atë çështja, unë s'pres asnjë gjë nga asnjëri. Vlla, derisa ti e mund këtu, dhe miri përgjigjet për vete, nuk e prek kush Brikenin, vlla, publikisht. Po balli bane fuçë Brikenin.